Mirëmëngjes, unë jam avokati Fabio Lo Serbo dhe kjo është një episod I ri I podcastit Drejtësia e Emigracionit. Në këtë episod flasim për një dekret shumë të rëndësishëm të nënkshërë nga gjykata e zakonshme e Firences me 12 dhjetor 2005 në kuadër të procedimit të regjistruar me numrin e rollit të përgjithshëm 662 të vitit 2010, I vendim skarun në mënyrë të qartë fushën e zbatimit të mbrojtjes plotësuese të bazuar në integrimin në punë pas ndryshimeve të shella nga dekreti ligjor bis I vitit 2003, çështja ka të bëjë me një shtetas të huaj, të cilit Komisioni Territoriali kishte mohuar njohjen e formave të mbrojtjes ndërkombëtare më të larta përpara gjykatës, kërkesa u kufizua vetëm në mbrojtjen plotësuese, duke u mbështetur veçanërisht në të drejtën për respektimin e jetës private të ndërtuar në Itali përmes një rrugë integrimi të qëndrueshme, sidomos në aspektin profesional. Gjykata e Firences e pranoi rekursin dhe njohu të drejtën për lëshimin e ligjes së qëndrimit për mbrojtje të veçantë, duke urdhëruar autoritetin kompetent të procedojë me lëshimin e titullit të qëndrimit. Vendimi është më rëndësi sepse skaron se reforma e vitit 2003 nuk e ka eliminuar mbrojtjen e jetës private dhe familjare të huajit, as nuk e ka zbrazur nga përmbajtja institutin e mbrojtjes plotësuese. Sipas gjykatës, shfrytëzimi I përgjithshëm I nenit 19 të ligjit të konsoliduar për emigracionin ka ndikuar në tipizimin ligjor të kritereve për në thelbin e mbrojtjes, e cila vazhdon të mbështetet në parimet kushtetuese dhe në detyrimet ndërkombëtare, veçanërisht në nenin të Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut. Në vlerësimin e rastit konkret, gjykata I ka dhënë një rol qendror integrimit në punë të kërkuesit, duke vlerësuar ekzistencën e një marrëdhënieje pune të qëndrueshme dhe të rregullt, autonominë ekonomike, disponueshmërinë e një banese të ligjshme dhe një rrjet marrëdhëniesh shoqërore në përputhje me respektimin e rregullave. Në këtë kontekst, largimi nga territori italian do të kishte qenë disproporcional dhe synuesi të drejtës për respektimin e jetës private. Një aspekt veçanërisht I rëndësishëm I dekretit lidhet me faktorin kohë. Gjykata thekson se integrimi I arritur gjatë periudhës së nevojshme për shkërtimin e kërkesave për mbrojtje nuk mund të konsiderohet fiktiv apo I parëndësishëm. Koha e pritjes është kohë reale gjatë së cilës konsolidohen lidhje shoqërore dhe profesionale që rendi juridik duhet t'i marrë parasysh. Mesazhi që del nga ky vendim është I qartë: integrimi dhe në veçantë integrimi në punë mbetet kriteri juridik vendimtar për njohjen e mbrojtjes plotësuese, nuk bëhet fjalë për një amnisti, por për një instrument ekuilibri midis mbrojtjes së të drejtave themelore të personit dhe qeverisjes së fenomenit migrator. Dekreti I gjykatës së Firences I 10 dhjetorit 2005 përbën pra një pikë referimi të rëndësishme për të kuptuar evolucionin e jurisprudencës mbi mbrojtjen plotësuese pas vitit 2023 dhe ofron udhëzime konkrete për operatorët e së drejtës së emigracionit. Faleminderit për dëgjimin dhe në episodin e ardhshëm të podcastit Drejtësia e Emigracionit.